po në di që colin mes dhimbjes do të gjenë edhe forcen, e dim që kjo gjykat është shumë e domshme për vendin, po ja peshin edhe këtu se kjo gjykat është doshta aliroj colin që të vjen vizitë humanitare para 5-6 ditë, jo sot kur ne kemi bu kërkesë dhe mbrojtja e colit ka bu kërkesë që të aliron colin që të vjen paktën ta viziton babën sa ishte në spital, gjallë ta shift, dhe që ja ndodhe kundërta, edhe sot nuk e lirun, që nuk ka menduar paktën bili sot do ta lirojnë që të vjen varrim, se coli është i denum, ka një verdikt 15 vite burg, pa drejtësisht i denum me dëshmitar të rreshëm dhe të falsifikum. Piksoj qeveria s'prishëm asgjë, edhe s'kemi prit deri më sot kurrë, kështu që kjo qeveri është për turpin e shqiptarëve që është në pushtet. Po dhimbja sot është e trefisht. Është e trefisht sepse po e humbim bancin, ja. Pra po e humbim një njeri të dashur, një njeri që ka dhënë kontribut, një njeri që ka qenë shtëpi e madhe e lirisë Kosovës. Po e humbim, po ndjem dhimbje edhe sepse se kemi calin këtu. Domethënë është një dhimbje dyfisht, nuk e kemi djalin e tij, domethënë shokun tonë të dashur, një nga njerëzit më kontribues për lirinë që e kemi sot. Po e kemi edhe një dhimbje tjetër, sepse ai nuk është këtu për shkak një padrejtësie të madhe që po na shkaktohet. Pra, është kjo padrejtësi e cila dhimbjen e bën edhe më të madhe. Cali nuk është këtu sepse është i dënuar në mënyrë padrejtë, fatkeqësisht nga një gjykatë e padrejtë, e cila flet në emrin tonë, po nuk vepron në emrin tonë.